Ndërkohë që sezoni turistik ka hyrë në pikun e tij, në qytetin e Vlorës ka nisur një tjetër aksion për lirimin e hapësirave publike. Aksioni po zhvillohet në shëtitoren Lungomare, një nga zonat më të frekuentuara nga pushuesit vendas dhe të huaj gjatë verës. Prej mbrëmjes së të premtes, autoritetet lokale kanë nisur largimin e tavolinave, karrigeve dhe pajisjeve të tjera që janë vendosur nga bizneset përgjatë shëtitores. Këto struktura, edhe pse ishin të lejuara më herët, tashmë konsiderohen të pajustifikuara në raport me projektin urban dhe fluksin e vizitorëve. Përmes një njoftimi zyrtar, bashkia u ka bërë thirrje të gjitha subjekteve që të largojnë vullnetarisht pajisjet nga hapësirat publike, duke i rikthyer ato qytetarëve dhe vizitorëve për shëtitje të lirë dhe pa pengesa. Mëngjesin e kësaj të shtune ka ndërhyrë edhe policia bashkiake për të mbikëqyrur dhe zbatuar zbatimin e këtij urdhri. Vlen të theksohet se pjesa më e madhe e bizneseve që po preken nga ky aksion kanë operuar me leje të rregullt për ushtrimin e aktivitetit. Gjithashtu, ato kanë pasur dhe autorizimin për vendosjen e tavolinave dhe pajisjeve në shëtitore. Megjithatë, sipas vendimit më të fundit të autoriteteve vendore, këto leje janë anuluar dhe bizneseve u është kërkuar që të lirojnë menjëherë zonat e zëna. Ky aksion është pjesë e një fushate më të gjerë për sistemimin e hapësirave publike dhe zbatimin e rregullave urbanistike, sidomos në zona turistike, ku fluksi i qytetarëve dhe pushuesve është më i lartë. Autoritetet kanë paralajmëruar se kontrollet do të vijojnë edhe në zona të tjera të qytetit, në funksion të ruajtjes së rendit dhe sigurisë në hapësirat publike.